Mbrëma. Mbrëma, përshëndetje, si u kam? Si u kam sonte? Mirë të gjithë. Jeni gati për sonte, kemi zemrën. Përshëndetje, mi mbrëma. Mi mbrëma të gjithëve. Dita e dytë sot, dita e dytë e sfidës. Dje, çfarë nuk keni bërë dje? Ishti të jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm ishti dje. Kam marrë kaq shumë mesazhe, sidomos me pjesën e vesës, u ka pëlqyer shumë ajo pjesa e vesës. Dikush më tregoi që Artemis kam dal në shi, kam ndjerë sikur komplet e gjitha i uji, ishte emocione pozitive, ishte ndjenja të larta. Çfarë nuk keni bërë dje në atë meditim? Jemi ngritur shumë, ngritëm shumë që dje. Përshëndetje. Mi mbrëma të gjithëve. Jemi ngritur lart që dje. Sonte është një muhabet tjetër. Përshëndetje. Po e mbyll një moment muzikën dhe po hap diçka tjetër. Përshëndetje, mirë mbrëma të gjithëve. Sonte kemi zemrën, do punoj me hapjen e zemrës, do punoj me shërimin e fëmijës së brendshëm dhe do t'i bashkojmë të dyja në një. Shërimin e fëmijës së brendshëm dhe hapjen e zemrës. Sonte do t'ju tregoj diçka, sepse kjo jetë që ne jetojmë, i ka të gjitha. Kjo jetë i ka të gjitha. Dhe të gjithë ne në një farë mënyre kemi menduar faktikisht se duke përdorur mendjen për të zgjidhur sfidat e jetës, duke për të zgjidhur ngjarjet, problemet, çdo gjë që hasim në jetën tonë. Ajo që ne kemi menduar është se në qoftë se ne përdorim trurin ton, në qoftë se ne përdorim mendjen ton, atëherë do t'i zgjidhim gjërat. Dhe jemi përpjekur kaq shumë. Jemi përpjekur me mendje duke marrë të dhëna nga të gjitha anët. Po mendja, ajo që kemi parë, është që mendja është që thjesht një makinë llogaritëse. Imagjino sikur të përdorësh një makinë llogaritëse dhe thjesht i futesh disa të dhëna. A do të japi zgjidhjen e duhur? Dhe ka kaq shumë raste, kaq shumë njerëz që, në rregull, përdorim një analizë logjike dhe ndonjëherë zgjidhja e një problemi që ty të duket kaq logjike, që këtë zgjidhje unë do të jap sepse është shumë logjike, atëherë të del komplet alogjike. Ngjarjet që ndodhin pastaj mund të komplikohen më shumë, ndodhin ngjarje akoma më alogjike, dhe thua si ka mundësi. Mora zgjidhjen, bëra gjën më logjike të mundshme, dhe ndodhi diçka komplet jo logjike pastaj pas kësaj. Dhe ajo që ndodh, e vërteta është që kjo botë është si një labirint. Nëse keni dëgjuar termin Matrix është pikërisht struktura e këtij realiteti, është një si formulë matematikore. Dhe si formulë matematikore është si një labirint. Dhe nëse ne përdorim mendjen për të zgjidhur çështje, për të zgjidhur problemet, ai labirint, mendja do mendoj se ka rrugdalje këtu, ai labirint do kthehet kështu çik, do kthehet kështu dhe do dal një pengesë tjetër. Pastaj ti mendon se ka rrugdalje këtej, kthehesh këtej, ai labirint kthehet këtej, dhe ty të duket sikur ka një pengesë tjetër. Thua nuk u ndal kërkan pengesa, si ka mundësi.
Nuk u ndalë kanë pengesat. Dhe të del sfidë pas sfidë, ngjarje pas ngjarje. Dhe thua si t'ja dal nga është rrugë dalja. Matriksi riorganizohet nëse ne përdorim vetëm mendjen tonë. Po si është zgjidhja? Cila është zgjidhja? Sepse duke përdorur mendjen, ajo që ndodh është ne kapemi me ngjarjet, kapemi me njerëzit, kapemi me situatat, fillojmë të reagojmë, dikush të acaron, dikush të mërzit, dikush kapet edhe thjesht me veten e vet. Ka persona që kanë ankth, ka depresion, kanë shumë emocione të ulta, kapemi dhe vetë me veten tonë, kapemi me njerëzit e tjerë, me ngjarjet që na ndodhin dhe e gjithë energjia ikën. Dhe në qoftë se energjia ikën dhe pastaj ti ngelesh vetëm me mendjen tënde për të analizuar situatat, nuk ke energji mjaftueshme për zgjidhjen. Po si t'ja bëjmë? Çfarë është ajo pjesë? Çfarë është ajo pjesë e qenies tënde, fuqia jote më e madhe? Cila është ajo pjesë që ty të nxjerr nga labirinti? Që ti del për te, që ti ngrihesh lart nga labirinti. Dhe këtë dua që të bëjmë. Kjo është komplet i gjithë misioni i punës tonë. Dhe këtë po ju flas sonte. Normalisht është një punë e vazhdueshme. Misioni i punës tonë është zemra. Sepse zemra në momentin që ti fillon të hapër zemrën, do ju them se çfarë është hapja e zemrës. Fillon të hapër zemrën, të veprosh nga zemra. Atëre zemra, në zemër, nuk ka thjesht rrjete nervore, përveç se është e vërtet që është një truri i dytë, edhe pse unë i them truri i parë, është në zemër. Po ndërgjigja që është në zemër, mënyra se si ti transformohesh kur vepron nga zemra, është komplet ndryshe nga mënyra se si vepron nga truri. Prap mendon, prap logjikon, prap analizon, nuk është se humbim, se ndonjëherë kur flasim për zemrën, të hapim zemrën, të veprojmë nga zemra, është kjo ideja sikur ne tani do heqim dorë nga truri dhe nuk do e përdorim më. Jo, ti prap ke aftësi, madje ke më shumë aftësi kognitive, më shumë aftësi kuptueshmërie, më shumë një inteligjencë, është një inteligjencë më e gjerë, më e zgjeruar. Dhe ajo që ndodh është që nga ky labirint që mendja na fut, se mendja nuk ka fuqi të na zgjidhë situatat. Dhe nga ky labirint që na fut, dhe sa shumë njerëz kapemi në mendime negative, dhe ky meditim që do bëni do ju ndihmoj shumë për të liruar nga mendimet, për të zgjidhur problemet, për të lidhur me intuitën, për të lidhur me atë pjesë tënde që di se çfarë të bëj, thjesht di se çfarë të bësh. Dhe këtë po ju them që në momentin që ne jemi të zhytur te mendja, jemi të zhytur te mendimet, jemi të kapur me njerëz, me situatat pa energji në mendje, në mbi ngarkesë mendore, ka një zgjidhje. Të ngrihesh lart, dhe ta shikosh labirintin nga lart, ta shohësh nga zemra jote. Të ngrihesh lart në zemër. Pra në fakt kjo është kalim nga mendja në zemër, unë në fakt duket si zbritje, por në fakt është ngjitje. Sepse njerëzimi ka rënë, nëse e keni dëgjuar si shprehje ajo, rënja e njerëzimit në të vërtetë është thjesht rënja nga zemra në mendje. Dhe ngjitja ose ascension, si quhet, është ngjitja nga mendja në zemër. Dhe gjithmonë normalisht e ruan intelektin, e ruan analizën, e ruan të gjitha, nuk është se nuk di më të logjikosh, madje dim shumë më shumë se më përpara, dhe e shikon situatën nga lart. Dhe çfarë ndodh në çastin që hapet zemra, ti kupton gjithçka. Ti fillon të falësh veten, ti fillon të falësh gjithçka brenda teje, ti fillon të pranosh me dashuri gjithçka brenda teje, çdo emocion shkrihet në dashuri.
Në çastin që hapet zemra, ajo që përjetohet. Në momentin që hapet zemra, persona përjeton një ndjenjë plotësie, një ndjenjë falje, një ndjenjë lirie, edhe një ndjenjë lidhje, janë të lidhur me gjithçka, me çdo gjë. Dhe kjo ndjenjë që ata janë të lidhur me gjithçka dhe me çdo gjë, janë të lidhur me gjithçka dhe din çdo gjë. Atëherë ke çdo informacion brenda teje. Je i lidhur me informacionin e gjithë universit, e gjithë krijimit. Dhe jo se informacioni do të ngarkoj mendjen, po është një ndjesi e brendshme. Që ti e di se cila është zgjidhja, që ti e di se çfarë rrugë do marrësh, që ti e di se çfarë do bësh. Është një njohtje e brendshme, pa reagime. Dhe ne kemi punuar me mira persona, të cilat janë shqiptar nga e gjithë bota dhe në situata nga më të ndryshmet familjare, kanë pasur sfida nga më të ndryshmet. Dhe ajo që kemi parë është që në momentin që këta persona hapin zemrën, kur hapin zemrën, fillojnë të shijojnë çastet e lumtura dhe fillojnë të përballojnë shumë ndryshe sfidat, sepse jeta i ka të dyja, ka pozitiven, ka dhe negativen. Dhe normalisht që sfidat ndodhin tek të gjithë, edhe ata që e kanë zemrën e mbyllur, edhe ata që kanë zemrën e hapur. Pra të gjithë përballen me situata nga më të ndryshmet. Përballen, por diferenca është kjo. Ata që kanë zemrën e mbyllur nuk arrin të shijojnë çastet e lumtura, gjithmonë kanë mendje se mos më ndodh ndonjë gjë, ngarkojnë veten, fillojnë që të vetëm mendojnë për të shkuar, parashikojnë katastrofa në të ardhmen, nuk shijojnë çastin, nuk shijojnë çastet e lumtura. Nuk ndjejnë asgjë ndonjëherë. Dhe kur vinë sfidat pastaj, ata që kanë zemrën e mbyllur, kur vinë sfidat, kapen me njerëzit, kapen me rrethanat, kapen me ngjarjet, fillojnë zihen, fillojnë kapen, humbin komplet logjikën. Ndonjëherë nuk arrin dot të përmbajnë veten, marrin karrigen i bien kokës, kujt i dali përpara se po bësh shaka. Por që gjithë ajo energji e tyre ikën te bota, ikën te njerëzit dhe ngecen pas ai labirinti i jetës, ngecen. Sfidat u zgjasin më shumë dhe fillon pasaj zemra të mbyllet. Fillon zemra të mbyllet edhe më shumë, sepse ndjen atë ngarkesë, nuk po dal dot nga kjo sfidë, nuk po gjet dot zgjidhje. Dhe është si rreth vicioz. Ndërsa personat që kanë zemrën e hapur, në momentin që hapet zemra, atë çfarë ndodh? Ata i shijojnë çastet e lumtura, çastet e gëzuara të jetës, i shijojnë. I shijojnë shumë, i shijojnë deri në thellësi. I shijojnë sepse janë të pranishëm aty. I shijojnë me zemër të plot. Ndjen kaq falënderues. Ndjen kaq të lumtur. Ndjen kaq të bekuar, kaq të mbrojtur, kaq të mbështetur nga jeta. E ndjejnë komplet gjithë ato çast. Dhe pastaj, nëse vijnë sfidat i përballojnë me një zemër të qetë. Pra vendosin që të mos ta mbyllin zemrën edhe kur vijnë sfidat. Nuk e mbyllin zemrën, nuk reagojnë ndaj personave të tjerë. Dhe do shikoni, sepse do nxjerr shumë vlerësime nga trajnimi që kishim online, se për një javë mbaron tani, dhe do nxjerr shumë vlerësime dhe do shikoni që këta persona po shkruajnë aty dhe tregojnë që nëse ndodhi ngjarje, atëherë nuk reagojnë, kanë filluar që të mos reagojë emocionalisht. Kanë filluar të reagojë shumë ose ta kthej komplet vëmendjen te vetja. Dhe arsyeja është pikërisht sepse kanë filluar të hapin zemrën. Pra kanë hapur zemrën. Dhe nuk reagojnë më në debate, në situata të ndryshme, nëse marrin kritika, por i marrin në mënyrë konstruktive. Okej, në rregull, ndodhi kjo gjë, zgjidhja do gjendet, ka zgjidhje për çdo gjë. Dhe te çdo person, ajo që kemi parë te çdo person sfidat zgjidhen shumë shpejt. Çdo gjë merr zgjidhje shumë të shpejt. Dhe fakti është që është normale të kemi sfida. Jeta na i sjell këto gjëra. Na i sjell sepse do që të përparojmë më shumë, të ngrihemi më lart, qoftë edhe të përballojmë, të shërojmë një lëndim të fëmijës së brendshëm, të shërojmë diçka brenda vetes që ende nuk ishte shëruar. Pra, sfidat e jetës gjithmonë duhen marrë në formën e tillë që ato të ndihmojnë ty të ngrihesh. Dhe këtë
Pra sfidat që ndodhin, në qoftë se një person e ka shëruar, ka hapur zemrën, ka shëruar zemrën dhe ka shëruar fëmijën e brendshëm, sepse fëmia i brendshëm ka lidhje me zemrën. Atëherë sfidat i përballon, pa reagime, e di se çfarë duhet të bëj, është një dije e brendshme, një lidhje e thellë me intuitën. E di se çfarë duhet të bëj. Dhe këtë po jo them që ju të krijoni rrjete nervore për këtë gjë, sepse kur mësoni se çfarë është hapja e zemrës, fillon ta programoni veten. Filloni ta keni si synim, ta keni si qëllim. Dhe ja po jo tregoj edhe diçka tjetër, tek kapitulli i ngjarjeve katalizatore, pra tek libri Krijo jetën e re, tek kapitulli i ngjarjeve katalizatore, që është në faqen 92, këtu shpjegohen, kemi shpjeguar, sepse ne bashkë me Marvinin kemi krijuar këtë teknikën e shërimit të fëmijës së brendshëm nëpërmjet ngjarjeve katalizatore. Pra, si ndodh ky shërim i fëmijës së brendshëm dhe hapja e zemrës nga ngjarjet katalizatore. Ndodh në këtë formë, nëse ndodh një sfidë në jetën tënde, nëse ndodh një përplasje, nëse ndodh një problem, nëse ndodh një situatë, atëherë ti e përdor këtë gjë, e përdor për të shëruar veten. Nuk e përdor për të hedhur karrige kokës tjetrit, edhe pse mund të pëlqej për momentin. Nuk e përdor për të kritikuar veten, nuk e përdor për të reaguar, po e përdor të gjitha ato energji që të vjen në atë moment, të gjitha ai vrull i madh, e përdor për të shëruar veten. Si e përdor? Duke kuptuar se pse ndodhi ajo ngjarje që ndodhi dhe përse ti po ndjen atë emocion që po ndjen në për momentin. Dhe këtu kemi shkruar disa arsye. Për shembull, se ka lidhje me fëmijërinë. Çdo ngjarje që ndodh në jetën tonë dhe na shkakton një emocion negativ, e ka fillesën nga fëmijëria. Për shembull, po lexoj disa pjesë. Për shembull, një person që në fëmijëri është ndjer i lënë pas dore, pa përkujdesje nga personat që e kanë rritur, mund të reagojë emocionalisht kur partneri ose partnerja tregon shenja indiference. Pra në qoftë se bashorti apo bashortja tregon shenja indiference, atëherë ke një reagim shumë të fortë emocional, që pse s'po më dëgjon ose çfarë po bën, pse po merresh me këtë punën tjetër. Kjo do të thotë që në fëmijëri na kanë lënë pas dore. Pra është emocion, është një emocion i braktisjes, i lënies pas dore. Dhe është fëmia i brendshëm që ndihet në këtë lloj forme. Tjetër, çfarë emocionesh ka të tjera? Një person, për shembull, që ka ndjerë se motrat apo vëllezrit e refuzonin kur ishte i vogël dhe nuk e merrin me vete kur dilnin, për shembull, do të reagoj kur një person për të cilin ka interes, mund të jetë interes romantik, e refuzon. Pra në qoftë se në fëmijëri ne kemi përjetuar refuzim kur kemi qenë të vegjël, pra deri në moshën 7 vjeç është kryesisht fuqia shumë e madhe e këtyre ngjarjeve. Dhe në qoftë se përjetojmë refuzim nga motrat, nga vëllezrit, nuk ta marrin me vete, na lënë mënjan, ose edhe nga shoqëria, në qoftë se jemi të vegjël edhe shkojmë në kopësht edhe përjetojmë ato refuzimet e para, dhe ajo që ndodh është që kjo emocion refuzimi nuk arrin do të procesohet kur është i vogël. Kur është i vogël nuk e përpunon dot dhe e shtyp. E shtyp dhe ai ruhet. Ruhet si refuzim. Dhe ti nuk e pranon dot veten që je refuzuar. Nuk e pranon dot veten. Nuk mundesh dot ta pranosh dhe kthe si një pllak në zemër, si një mur në zemër. Dhe kjo mbyll zemrën. Pra lëndimet e fëmijërisë mbyllin zemrën. Dhe personi fillon të ndjej më pak dashuri, më pak falënderim, më pak plotësi, ndihet më pak i plot, ndihet si pamjaftueshëm, sepse është kjo pllaka, është ky muri në zemër që është vendosur. Sepse si fëmijë të vegjël nuk kemi mundur do ta kuptojmë atë emocion, refuzim, përse më refuzuan, atëherë ka diçka gabim me mua, ka menduar ai fëmijë që më refuzuan. Dhe nuk di ta përballoj si emocion.
refuzimin. Dhe mbyll zemrën, vendoset një plak, një shtres. Janë disa ato, stres. Me kalimin e kohës janë disa emocione. Dhe kur rritet pastaj, mund të përjetoj refuzime. Do dikë e refuzon, do një shoqëri e refuzojnë, ose shoqëria dalin dhe nuk e ftojnë, ose mund të mos ta ftojnë në për festa, në për takime, në për kafe. Mund të ketë interes për dikë dhe e refuzon. Dhe në momenti që ndodh refuzimi ka një reagim shumë të fortë emocional. Sepse reagimi fort emocional tregon që është vërtet shumë i thellë lëndimi. Dhe ajo që ka nevojë ky person të bëj është të shkojë thellë drejt vetes së tij, drejt këtij emocioni, dhe kemi shkruar teknikën pastaj këtu më vonë, të shkojë drejt këtij emocioni. Teknika është te faqja 96 dhe ta kthej këtë ngjarje në favorin e vet. Ta përdor këtë ngjarje katalizatore që ndodhi refuzimi. Dhe ti e ndjeve emocionin u ndjeve i refuzuar, u ndjeve i pamjaftueshëm, u ndjeve se ka diçka gabim me ty. Mos e shtyp. Nuk është nevoja të reagosh me personat, nuk është nevoja të marrësh varja njerëzve, varja ngjarjeve, varja situatave, merru me veten. Merru kryesisht me veten tënde. Në atë moment, përdore ngjarjen katalizatore. Dhe në trajnime këtë bëjmë. Në trajnime, përdorim këto ngjarje katalizatore për të zbuluar se çfarë emocionesh ka brenda secilit person. Dhe për t'i shëruar ato. Për të shkuar thellë, për t'i dhënë pranim, për t'i dhënë dashuri, për të punuar me këtë emocion, për ta kuptuar, për ta lejuar të dalë në sipërfaqe. Tani jemi të rritur. Tani trupi jot mban, zemra jote është e madhe. Nuk kemi më të vegjël. Mund ta përballojmë. Edhe pse duket si diçka e papërballueshme, refuzimi, e papërballueshme. Përballohet. Thjesht imagjino se krijon hapësirë në zemër, çoje në zemër, jepi pranim, jepi dashuri. Jepi pranim vetes, të refuzuar punë e madhe. Ti nuk e refuzon veten, ti mos e refuzo veten. Fillo ti flasësh vetes ndryshe. Të refuzuar punë e madhe është më keq për tjerët. Të tjerët humbin, ti fiton. Fillo të vlerësosh veten, fillo të tregosh sa shumë vlerë që ke. Fillo të shkruash në një letër. Të shkruash një letër të gjitha ato karakteristikat e tua. Të gjitha ato karakteristikat e tua që të bëjnë të jashtëzakonshëm, të bëjnë të veçantë. Dhe fillo të japësh pranim me emocionin të refuzimit. Jepi pranim, jep dashuri. Fillon ta lejosh të ekzistojë. Dhe kjo sa më shumë, pra këtu teknika është specifike, plus edhe presim dhe intuitën, sepse çdo emocion është i veçantë. Çdo person ka kaluar ngjarje nga më të ndryshmet në fëmijëri, nga më të ndryshmet. Po ajo që ndodh është që emocionet e fëmijërisë të shtypura, lëndimet e fëmijërisë pasqyrohen në jetë. Pasqyrohen si ngjarje katalizatore. Dhe ne i përdorim këto ngjarje për të shëruar fëmijën e brendshëm. Për shembull tjetër, një person që gjithmonë është ndjer i fajsuar nga prindrit, do reagoj shumë kur shefi e kritikon. Pra, një person që ka marrë shumë kritika në fëmijëri, kur shefi e kritikon ose kur dikush tjetër e kritikon, reagon në formë pse ma thua ti mua këtë, unë të kam ndihmuar, unë të kam bërë atë punë, unë kam bërë gjithë këtë gjë. Pra, në një farë mënyrë fillon të justifikosh veten në maksimum, sepse ndihesh shumë keq, shumë i kritikuar në maksimum sikur ka diçka të madhe gabim me ty. Dhe ndërkohë një person tjetër që nuk e ka këtë lëndim, se vret mendjen. Më kritikove, okay. Shohim herës tjetër, do përpiqemi ta bëjmë më mirë. Pra nuk e prek fare nëse se ka këtë lëndim. Po nëse e ke këtë lëndim, të prek në maksimum. Pra kështu dallohen lëndimet të fëmijërisë, që ti prekesh në maksimum për gjëra për shembull që të tjerët thonë çfarë ka ky që reagoi kaq shumë dhe asnjë s'të kupton. Pra ti vërtet ndihesh keq dhe është reale, ndjenja është reale, ndihesh shumë keq, pa asnjë s'të kupton. Thotë ç'pati ky, ç'pati kjo. Unë nuk bëra asnjë gjë. Pra kështu thonë të tjerë, unë s'bëra asnjë gjë. Si s'bëra asnjë gjë?
Pra për tjetri nuk e kupton. Dhe kështu dallohet nëse është lëndim fëmijërie, që është reagim emocional shumë i fuqishëm, aq i fuqishëm sa s'të kupton njeri se çfarë po heq, çfarë po kalon brenda teje. Ajo që po kalon brenda teje është pikërisht ajo që ka mbyllur zemrën. Është ai emocion që ka mbyllur zemrën. Dhe ndonjëherë kemi shtypur aq shumë atë emocion vetëm që të mos ta ndjejmë. Kaq shumë herë kemi refuzuar veten kur kemi qenë të vegjël. Atë nuk kemi duruar dot refuzimin, kritikën, fajsimin, dhe kemi shtypur veten aq shumë sa kur rritemi pasaj kthehet në ankth, kthehet në stres. Pra personat që kanë ankth, stres, depresion, janë lëndimet e fëmijës së brendshëm që janë shtypur aq shumë sa këta persona që kanë ankth ose ata që paniku nuk e kuptojnë. As nuk e kuptojnë se çfarë emocionesh kanë shtypur. Po bashk me këtë punë që bëjmë, kjo është ajo që ne bëjmë bashk dhe kemi ndihmuar me mira njerëz që të zbulojnë ato paternat, ato ngjarjet përsëritëse, ato ngjarje katalizatore, janë ngjarje që përsëriten. Dhe ata e kanë parë që përsëriten në jetë, vinë nëpërmjet njerëzve të ndryshëm, nëpërmjet fytyrave të ndryshme, nëpërmjet situatave që duken të ndryshme, por ju shkaktojnë të njëjtin emocion dhe thua si ka mundësi më erdhi mua prap kjo situatë. Dhe këte kemi ndihmuar të kuptojnë dhe janë bërë ekspert, janë bërë mjeshtë tani kur vjen një ngjarje e dallojnë, ti ajo ngjarja që do më nxjerrësh atë emocionin nga fëmijëria dhe e përdorin. Lejojnë veten të ndjejnë, krijojnë hapësirë, pra përdorin teknikën, i japin vetes pranim, nuk heqin dorë nga vetja, nuk e refuzojnë veten, nuk e gjykojnë veten, pra fillojnë të flasin shumë ndryshe, i flasin vetes shumë ndryshe. Prandaj, sot ajo që do bëjmë, pra me këtë kuptueshmëri, ajo që do bëjmë sot është qëllimi është se dje ju thash të shkruanit cilat janë emocionet e reja që ju doni të instaloni tek vetja juaj. Dhe me këtë kuptueshmëri që ke tani për shërimin e fëmijës së brendshëm, për hapjen e zemrës, si ndihet një person që shëron fëmijën e brendshëm, që dallon shumë mirë, ato ngjarje katalizatore, edhe diçka për të punuar pastaj me këtë pjesën e ngjarjeve katalizatore, ne kemi këtu tek pyetjet e javës. Te pyetjet e javës është pyetja numër 2, që është trego një ngjarje katalizatore që nxiti një ndryshim pozitiv tek ti. Dhe çfarë urtësie përvetësove nga kjo situatë? Sepse më kanë pyetur shumë që si ta plotësojmë këtë. Pra, ngjarje katalizatore. Ngjarje katalizatore janë ngjarje apo sfida nëse të ka ndodhur gjatë javës, kush të ka acaruar, kush të ka bezdisur, çfarë sfide ke përballur dhe çfarë emocioni ke përjetuar nga ajo. A e ke kapur veten? A e ke përdorur si ngjarje? Si e ke përdorur? Për shembull, nëse të kanë kritikuar, je ndier keq, a e ke kapur veten? Edhe nëse se ke kapur, ke reaguar, a e ke falur veten pastaj? Edhe e shkruan aty. Çfarë ka ndodhur në fëmijërinë tënde? Urtësia është të kuptosh që kjo ngjarje ka lidhje me fëmijërinë. Cili është emocioni që doli dhe ka nevojë për shërim? A i dhe pranim me dëshuri? A i zbatove teknikën? Dhe këtu do shikoni te këto ngjarje katalizatore. Pastaj, këtu është një mjet për të shëruar fëmijën e brendshëm. Janë disa fjalë që mund t'ia thoni vetes në atë moment. Në ato momente të vështira, i thoni vetes ato fjalë, ti flisni vetes tuaj ndryshe. Me ndjenjë, me emocion. Dhe në atë moment ndodh një riprogramim tjetër edhe më i thellë. Aty ndodh një shërim edhe më i thellë. Dhe si ju thash, dje ne përcaktuam, edhe sot ju thash për të
të detyra që kishit për sot, të caktoni çfarë emocionesh të reja, çfarë ndjenjash të reja doni të instaloni. Dhe ajo që do bëjmë sot, do instalojmë të ndjenja të reja, do instalojmë në zemër, nëpërmjet frymëmarrjes. Frymëmarrja është pak ndryshe kësaj radhe. Dje përdorëm ujin, ndërsa sot do përdorim ajrin. Do ndjejmë ajrin si na zgjeron zemrën, si na pastron zemrën. Pra do bëjmë një meditim i cili edhe sot meditimi do jetë shumë energjik në fillim, energjik me frymëmarrje, pra do jetë, unë kam vizatuar këtu, po doja të tregoj edhe pastaj, do ta fotografojmë. Do imagjinoni në fillim, do merrni frymë për 4 sekonda dhe do ndjeni energji të re që vjen tek ju, do ndjeni dashuri, do ndjeni falënderim që vjen tek ju. Pastaj do ta mbani frymën për 6 sekonda dhe do ndjeni në zemër një energji ngjyrë gold në roz, gold roz, sepse do ndjejmë atë energjinë, atë lidhje me energjinë universale dhe me dashurinë pa kushte. Dhe pastaj do ta lironi frymën për 6 sekonda dhe kur ta lironi frymën do imagjinoni një zgjerim. Pra një zgjerim sikur zemra zgjerohet, hapet, sikur krijohet hapësirë në krahëror. Dhe në atë zgjerim, pra kur ta lironi frymën, kësaj radhe do ta bëjmë avash, nuk do ta bëjmë si dje që ishte shpejt. Dje ishte shpejt, sot ta bëjmë avash. Po prapë do ta lëshojmë me gojë. Pra e merr frymë me hund dhe e lëshon me gojë. Pra do ndjesh sikur ajri, sikur zgjeron zemrën, e hap zemrën dhe ajri do imagjinoni se ju liron gjithashtu nga çdo tension, nga çdo dhimbje, nga çdo e kaluar, nga çdo mendim negativ, nga çdo lëndim. Pra bëjmë një herë një pastrim nëpërmjet imagjinatës duke përdorur frymëmarrjen. Pastaj do punoj me fëmijën e brendshëm. Po ja është në disa faza. Pra do ju kaloj në disa faza. Dhe si ju thash, të keni parasysh çfarë emocionesh të reja doni të instaloni tek vetja juaj, çfarë emocionesh të reja doni në trupin tuaj. Dhe kësaj radhe, përveç ato që keni shkruar, në qoftë se nuk i keni shkruar, unë po ju them edhe disa emocione të tjera, disa ndjenja të tjera që kanë të bëjnë me hapjen e zemrës. Dhe ato janë ndjenja e plotësisë. Ndjesh i plot, në dashuri pa kushte. I plot në dashuri pa kushte dhe falenderus. Në falenderim të thellë, dashuri të thellë pa kushte. Ndjesh i plot dhe ke pranim dhe ke dashuri për vete. Pra këto janë ndjenjat e reja që do t'ju përmend sonte, plus ju mund të mendoni edhe ndjenjat të tjera. Çfarë ndjenjash të tjera ju keni shkruar aty te fletorja? Normalisht do përmend disa. Të ndihesh i lirë, i lehtësuar, i çliruar, i lartësuar, i ngritur, i festuar. Pra do përdor edhe normalisht disa. Po meqense sot është për zemrën, do më dëgjoni që do flas më shumë për dashurinë pa kushte, për pranimin, për paqen, për ndjenjen e plotësisë, sepse janë pikërisht mënyra se si ndihen persona kur hapin zemrën. Në çastin që hapet zemra është një shpërthim. Ata kush e përjeton është sikur diçka të shpërthej nga krahërori jot, por në një harmoni, në një plotësi, në një paqe, në një ndjesi dashurie të thellë për gjithçka, dhe sikur të largoj çdo lloj shqetësimi që ke. Në çast të largon çdo lloj shqetësimi që ke. Në retrit ndodhin kaq shumë hapje zemre, dhe ata ndikojnë tek njëri tjetri. Kur hapet zemra është çasti që edhe trupi fiton një energji ndryshe, një energji elektromagnetike rreth trupit tënd, është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme puna, kjo është baza e punës që ne bëjmë. Dhe është e prekshme, është e ndjeshme, është ndonjëherë e zëshme, është e jashtëzakonshme. Pra,
duket me sy dhe ndihet në lëkurë. Ndihet në lëkurë, po t'jeni afër një personi që ka hapur zemrën, që hap zemrën atë çast, ndihet në lëkurë. Janë ato valët e energjisë elektromagnetike që përhapen. Dhe madje kemi parë që ndikojnë dhe te njëri tjetri. Një person që hap zemrën është këtu dhe pastaj është një val rreth e rrotull me njerëz që fillojnë të çlirohen rreth e rrotull, sepse është zemra e hapur e këtij personi, është ajo energji elektromagnetike që lejon pastaj edhe sistemet e tjera nervore rreth e rrotull të çlirohen. Është fantastike. Është nga përjetimet më të bukura. Atëre, ne do ta bëjmë kësaj radhe, do ta bëjmë në formën e një riprogramimi, sepse dua që kjo pranverë të jetë për fillime të reja. Fillime të reja dhe të filloni të instaloni, të ftoni emocione të reja brenda jush. Dhe këto emocione të reja, pra si u thash dje, nuk do t'i krijoni nga hiçi, po do t'i lejoni të vinë. Dhe do bëjmë prapa të frymëmarrje, pra do ngrejmë duart lart. Ngrejmë duart lart, marrim nga lart ato emocionet e reja, ndjenjat e reja dhe i sjellim në trupin ton. Komplet me të dyja duart, dhe pastaj do ju them mbajini duart pak pëllëmbët kështu, vendosini në këmbë dhe do ndjeni atë vesën. Do imagjinoni vesën si bie dhe do t'i lejoni emocionet dhe ndjenjat e reja të bien si vesë në trupin tuaj dhe të depërtojnë, të integrohen në çdo qelisë të trupit tuaj. Pastaj është film më vetë ky meditimi. Pastaj do ju kërkoj që të relaksojni në zemër. Të relaksojni në zemër dhe të ndjeni zgjerimin e zemrës, të ndjeni të gjitha ajo dashuri që erdhi nga lart, bashkë me vesën, pik, e gjitha ajo dashuri që erdhi brenda teje, dhe imagjinosh që grumbullua në zemër dhe porezatohet. Porezatohet komplet, porezatohet në trup, në qeliza, porezatohet rreth e rrotull, pra gjithandej do e rezatojmë dashurinë gjithandej te njerëzit, te bota rreth e rrotull, dhe në fund fare pasi të kemi bërë gjithë këtë punë, vjen shpërblimi dhe do ju them të takoni veten tuaj të vogël. Takoni veten tuaj të vogël, ta shikoni, zakonisht mund të jetë moshe vogël deri në 7 vjeç. Po mund ta shikoni normalisht në çfarë do lloj moshe, dhe do shikoni si u shef me kuriozitet, dhe do ta pyesni. Çfarë ke nevojë nga mua? Dhe do dëgjoni përgjigjen. Dhe aty do kuptoni shumë. Nga përgjigjet do kuptoni shumë. Dhe pastaj do ja japim atë që ka nevojë. Pra kjo është një shërim shumë i thellë. Nuk do kujtojmë ngjarje, nuk do kujtojmë asnjë gjë, ato janë normalisht pjesë të hipnozave, edhe ato normalisht që vlejnë, por që sot do punojmë në këtë lloj forme. Edhe kjo është një shërim shumë i fuqishëm. Sepse dua që energjia të jetë e lartë gjatë gjithë kohës. Duhet që energjia të jetë shumë e lartë. Ta ngrejmë veten këtë pranverë me energji të lartë. Të ftojmë emocione të reja dhe ndjenja të reja brenda nesh. Atëre, ju kam gati? Jemi gati tani? Gati të hapim zemrën, gati të ndjejmë zemrën tonë. Të lidhemi me të lidhemi me gjithçka. Dhe zemra është qendra e shpirtit tënd. Zemra është selia e shpirtit tënd. Në zemër ndodhet gjithçka, gjithë bota, gjithë jeta, gjithë krijimi. Hap zemrën dhe ke liruar shpirtin tënd.
hap zemrën. Dhe po jeton i lirë në fund të botë. Për te gjithçka. Lartë. I lirë nga labirint. I lirë nga kjo botë. Dhe asgjë nuk të prek. Asgjë nuk të prek. Ju siguroj. Tani nisi. Nisi me meditimin. Ju kam gati. Dhe do fillojmë në fillim me frymëmarrjen. Sillet të gjithë vëmendjen këtu, qëndroni ulur. Qëndroni ulur dhe sillet të gjithë vëmendjen këtu. Ndjej energjinë brenda teje si shtohet e shtohet. Dhe do marrim frymë me ritëm. Do marrim frymë me hum dhe do lëshojmë me gojë, ngadalë. Merr frymë thellë brenda, 1, 2, 3, 4, ndjej. Kur merr frymë do ndjesh energji të re që vjen drejt teje, një energji të re që vjen brenda teje. Mbaj një moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe kur e mbajmë, do ndjeni një ngjyrë ari dhe rozë në zemrën tënde. Dhe këtë ngjyrë ari dhe rozë në zemrën tënde, do e imagjinoni sikur bashkë me zemrën. Kur e lirojmë frymën tani zgjerohet dhe zgjeron këtë energji. Dhe liron gjithçka që nuk të shërben. Liroj frymën tani dhe me nëpërmjet ajrit. Imagjino ajrit kur e liron frymën. Ajri që e liron frymën, liron çdo gjë nga trupi jot. Kur përhapet, lirohet, çlirohet çdo gjë nga trupi jot, pastrohet. Çdo frikë, çdo lëndim, çdo dyshim, çdo merak, lirohet, pastrohet, largohet përfundimisht nga trupi jot. Forca, filloj me frymëmarrjen. Brenda, 1, 2, 3, 4, mbaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe një zjerim. Tani lirohe frymën duke ndjerë zjerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liro çdo gjë. Tani merr energji të re. 1, 2, 3, 4. Mbaje frymën. Ndjej dritën. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tani liro gjithçka që nuk të shërben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merr frymë thellë, një energji të re. 1, 2, 3, 4. Mbaje një moment energji, ndjeje si një ngjyrë ari dhe ngjyrë rozë në zemrën tënde, një dritë rozë. Tani liroje komplet çdo gjë që nuk të shërben më. Merr frymë thellë sërish, një energji të re në zemër. Mbaje një moment, ndjej dritën prej ari, rozë në zemër. Tani liroje frymën, ndjej një zjerim në zemër, ajri sikur të zjeron në zemrën tënde, krijon hapësirë brenda teje dhe çliron gjithçka që nuk të shërben më. Tani merr frymë thellë brenda, 1, 2, 3, 4. Mbaj një moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe liro çdo gjë që nuk të shërben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merr frymë thellë, një energji të re. Mbaje një moment. Ndjej dritën në zemër. Tani liroje, ndjej një zjerim në zemër, kur e liron frymën dhe një pastrim të thellë. Merr frymë thellë. 1, 2, 3, 4. Mbaje frymën. Ndjej një dritë. Ndjej dritën në zemër. Tani zjeroj, duke liruar frymën dhe duke pastruar çdo gjë që nuk të shërben. Ndjej një hapësirë brenda teje. Forca edhe një herë, merr frymë thellë. Ndjej dashurinë brenda teje si depërton nga të gjitha anët, depërton dashurinë, një energji e re brenda teje dhe mbaje një moment, ndjeje këtë si një dritë të artë dhe ngjyrë rozë. Mbaje frymën një moment. Dhe liroje, tani ndjej një zjerim në zemër, liroj gjithçka që nuk të shërben. Edhe një herë merr frymë thellë, ndjej një energji të re brenda teje. Mbaje një moment, ndjej dritën në zemër.
rozë dhe ngjyrari dhe zgjeroje tani, çliroje frymën. Liroje frymën komplet dhe çliro gjithë shka që nuk të shërben më. Edhe një herë merr frymë thellë, 1, 2, 3, 4, energji të re. Mbaj një moment në zemër, ndjej dritën, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe liro çdo gjë që nuk të shërben, ndjej një zgjerim në zemër, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edhe një herë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, liroje. Merë frymë thellë, 1, 2, 3, 4, mbaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe liroje. Ndje një zgjerim në zemër. Tani relakso një moment. Relakso një moment, qëndro një moment. Ndjeje trupin tënd, duke marrë frymë nga dalë, brënda dhe jashtë, me ritmin tënd tani. Dhe ndjeje në trupin tënd, se zemra jote është e zgjeruar, është e pastër, e lirë, e shliruar. Brënda teje ndjesh i lirë, i shliruar, i lehtësuar, në çdo kohë, në çdo dimension, në çdo realitet. Një zemër e lirë, një zemër e qetë, një zemër në paqe. Një zemër e lirë, një zemër e plotë, një zemër e lehtësuar, një zemër e zgjeruar. E zgjeruar, ndjej hapësirë në krahëror. Ndjej një hapësirë në krahëror, si zgjerohet gjithmonë e më shumë. Dhe një ngjyrë prej ari ose dhe rozë të kombinuar. Ari dhe rozë e kombinuar, edhe nëse nuk e sheh, nuk ka problem. Thjesht paramendoj. Ngjyrari dhe rozë që rrethon zemrën. Dhe zgjerohet. Një dritë që shkëlqen brenda teje. Një dritë prej ari që shkëlqen. Rozë. Një arë si rozë. Relakso në zemër edhe më shumë. Prano me dashuri çdo gjë brenda teje. Është momenti i çlirimit, është momenti i lehtësimit, është momenti i pastrimit. Zemra ka pritur me vite këtë çast. Ka ardhur koha ta ushqejmë zemrën tonë, ka ta ushqejmë me një energji të re, ta ushqejmë zemrën tonë me ndjenja të reja. Cilat janë ndjenjat? Cilat janë ndjenjat e reja që do të instalosh? Cilat janë emocione, ndjenjat e reja që do të sjellësh brenda teje? Do fillojmë të sjellim në trupin tonë. Cilat janë? Dashuria, liria, paqja, plotësia. Cilat janë ndjenjat e reja, emocionet, gëzim, lumturia, guxim, kurajo, forca, paqe, thellë, urtësia. Cilat janë? Silli tani në mendjen tënde. Do filloj me frymëmarrjen, ti sjellim të ndjenjat e reja, ti sjellim tu dhe tani. Forca më ndiq mua. Me duar do fillojmë frymëmarrjen, me duar do t'i ngrejmë lart dhe do imagjinojmë sikur kapim nga lart, nga kozmosi, nga krijimi, nga universi, të gjithë ndjenjat e reja që duam të sjellim në trupin tonë. Sikur i marrim nga lart dhe i sjellim në trupin tonë nëpërmjet frymës. Merr frymë thellë, i merr dhe i sjell, duke e liruar frymën. Edhe një herë, merr
dhe i sjell në trupin tënd të gjitha ato ndjenjat e reja që ti ke vendosur t'i sjellësh në trupin tënd. Edhe një herë, lart. Sille në trupin tënd, sille dashurinë, sille paqen, sille gëzimin, lumturinë, çlirimin, sille plotësimin në zemrën tënde. Ndjeje si i merr të ndjenjat të emocionet larta, të energji, e merr lart nga kozmosi, nga krijimi, nga universi dhe sjell në trupin tënd. Forza! Rimbaj pullën më të lartë, vendoset e këmbët. Dhe ndjej se nga lartë, nga kozmos, nga krijimi, nga universi, bie si një ves pranvere, një ves mëngjesi. Këto janë ndjenjat e reja që po vinë tek ti. Ndjej si bie nga lartë, letë, mbi trupin tënd. Dhe depërtojnë thellë brenda teje. Depërtojnë thellë në zemër, thellë në shpirt, thellë në çdo qelizë tënde. Vjen nga lartë. Vjen dashuri pa kusht. Nga lartë, nga qielli, nga kozmosi. Vjen në trupin tënd. Lejoj, pranoj. Ka ardhur koha të lejosh. Po vjen dashuria pa kusht. Paqja, plotësim, liria. Po depërtojnë brenda teje, po depërtojnë në zemër dhe në çdo qelizë të trupit tënd. Guxim, kuraj, po vjen tek ti. Ndjeje brenda teje në zemër. Zemra mbushet me një energji të re. Guxa, kuraj, guxim. Ndjeje brenda teje, si shtohen e shtohen, falenderim, mirënjohje. Zemra po bëhet e plot. Zemra është e plot. Po mbushet plot. Imagjino cilat janë ndjenjat e reja që po vinë tek ti, cilat janë ndjenjat e reja që po vinë tek ti dhe po të ngrejnë lart. Liria, plotësia, paqja, dashuria e thellë, falenderimi thellë, mirënjohje. Imagjinoj si ves që vinë nga lartë e depërtojnë në trupin tënd, në zemër, përhapen në çdo qelizë dhe ndjej çdo qelizë të trupit tënd, plot me dashuri pa kusht, plot me gëzim, plot me lumturi, plot me kuraj. Dhe çdo qelizë në trupin tënd po buzëqesh, ndjej. Çdo qelizë brenda teje ka filluar procesin e shërimit, të rigjenerimit, të gjallërimit. Kjo ves në trupin tënd po e ngjall trupin sërish, po jep jetë sërish. Wow! Ndjeje, forca edhe një herë bëjmë ato frymëmarrjen. Ndjeje se i sjell të gjitha ato emocione të reja, të gjitha ato ndjesi të reja po i sjell në trupin tënd nëpërmjet frymës. Edhe një herë, fillojmë. Forca. Ndjeje energjinë e re brenda teje, ndjeje dashurinë pa kushte si vjen. Vjen falenderimi, vjen guximi, forca, vjen liria, vjen ndjenja e plotësisë. Vinë brenda teje dhe gjendja jote ndryshon komplet, trupi jote fillon të gjallërohet.
qelizat fillojnë të ngjallen sërish në një jetë të re. Ndjeja forcën dhe fushinë që po fiton trupi jo tani. Ndjeja zemrën si po mbushet plot. Zemra po mbushet plot, ndjej një zgjerim në zemër. Një mbaj duart në pëllëmbët lartë, vendoset e këmbët. Dhe ndjej. Ndjej emocione dhe ndjenjat e reja si zbresin nga lartë, nga kozmosi. Si një vesë që bie nga lartë. Dhe lejoj të deportoj në trupin tënd. Lejoj e këtë vesë pranvere, këtë vesë mëngjezi. Deportoj në trupin tënd. Në zemër. Të sjell në zemër dashuri. Dashurin pa kusht. Falënderim. Po sjell në zemër ndjenja të reja. Po sjell plotësinë. Po sjell fuqi, kuraj, fisnikërin. Zemra po ndjet e lirë. Zemra po ndjet e plot. Zemra po ndjet e lehtësuar. Dhe ka një zgjerim në zemër. Një zgjerim në krahor. Ndjej këto emocionet e reja, këto ndjenja të reja. Të deportoj në çdo qelizë tënde. Si një vesë që bie nga lartë. Të mbushin qelizat plot. Me jetë sërish. Me dashuri sërish. Me shëndet sërish. Ndjeje brenda teje. Dashurinë si shtohet. Shtohet. Gjithmonë më shumë. Lejoj, është dashuri pa kusht, lejoj të vi tek ti. Ndjeje dhe imagjinoje këtë dashuri të madhe pa kushte që vjen nga lartë, nga kozmosi, nga krijimi. Vjen nga lartë. Si një vesë në trupin tënd. Të mbush plot. I gjithë trupi është një dashuri. Gjithë trupi është një dashuri. Një dashuri e madhe. Dhe fillo të relaksohesh. Të relaksohesh, të ndjesh të dashuri. Se depozitohet në zemër. Ndjej këtë dashuri. Se depozitohet në zemrën tënde. Lësho. Relakso në zemrën tënde. Dhe imagjino tani se po futesh thellë e më thellë në zemër. Ka ardhur kohë të lëshojmë thellë në zemrën tonë. Ka ardhur kohë të futemi edhe më thellë në zemër.
Tani mund të vendosësh duart në zemër, ose nëse ndihesh rehat, mund t'i mbash duart si në fillim. Po vendos tani fokusin në zemër. Dhe ndjej në zemrën tënde, brenda teje. Thellë, thellë, thellë në zemër. Ka jetë. Sa jetë ka brenda teje. Prano me dëshuri. Dhe pyet e zemrën tënde, më lejon të futem pak më thellë. Dhe imagjino se lëshohesh në zemrën tënde edhe më thellë. Relaksohesh në kraharorin tënd. Dhe futesh edhe më thellë në zemër. Lëshohesh. Prano me dëshuri. Dhe futesh edhe më thellë brenda teje. Sa më thellë që futesh, aq më shumë dashuri po ndjen. Është një dashuri pa kusht. Është një dashuri e madhe në zemrën tënde. Sa më thellë që futesh, aq më shumë dashuri po ndjen. Lësho edhe më thellë në zemrën tënde. Dhe për to thellë në zemër. Shko për te gjithë shkaj, futu thellë në zemër. Relakso në të. Prano me dashuri. Relakso edhe më thellë brenda teje. Dhe je në një vend tani në zemër ku buron dashuria pa kusht. Ke arritur në një vend në zemër ku buron dashuri pa kusht e infinite. Ku ka dashuri pa fund. Është një vend në zemrën tënde ku ka dashuri pa fund. Dhe buron kjo dashuri infinite pa kusht. Ndjej. Dhe imagjinoje këtë dashuri si përhapet. Po përhapet nga zemra jote kjo dashuri pa kusht. Po përhapet në gjithë trupin tënd. Është një burim dashurie në zemër. Është një burim dashurie në zemrën tënd. Dhe ndjeje si përhapet në gjithë trupin tënd. Dhe po i mbush të gjitha qelizët me dashuri pa kusht. Ndjej. Përjetoj. Ndjeje këtë dashuri tani si zgjerohet edhe më shumë. Imagjinoje këtë dashuri si një sferë që zgjerohet dhe përtej trupit tënd. Një sferë dashurie infinite pa kusht. Po buron nga zemra dhe përhapet përtej trupit tënd. Përhapet e dhomë, përtej dhomës të lagje. Përhapet edhe më shumë. Përhapet të qyteti, të shteti. Është një burim infinit. Dashurie pa kusht që përhapet.
të kontinent, dhe të gjithë globi. Të gjithë globi. Dhe kjo dashuri infinite shkon dhe për te globit. Për te globit, përfshin gjithë shkata, në gjithë universin, gjithë krijimin. Kjo dashuri infinite, pa fund, pa kusht, përfshin gjithë hapësirën infinite. Përfshin gjithë shka. Shkriju me të. Lëshohu në të. Lëshohu në këtë dashuri. Dhe për një moment, ndjej se ti je kjo dashuri. Haro emrin, haro të kaluarën, haro ideet, besimet, haro kush je, haro çfarë je, haro ku je. Lësho të kaluarën, lësho parashikimet. Dhe për një moment, bëu kjo dashuri. Imagjino se je dashuri. Imagjino se ti je dashuri pa kusht. Ti je kjo dashuri pa kushte që përfshin gjithë universin. Për një moment, imagjino se ti je hapësira infinite. Se je ndërgjegje pastër, dashuri pa kusht. Si do ishte? Si do ndihesh? Imagjinoje tani. Imagjino se ti je dashuria pa kusht. Ti je gjithë krijimi, ti je gjithë universi. Dashuria pa kusht e infinite përhapur në gjithë krijimin. Je ti. Qëndro një moment me këtë ndjesi. Ti je dashuria pa kusht. Dhe në këtë çast, në këtë moment, si dashuri pa kusht, shiko përpara teje. Imagjino përpara teje veten tënde të vogël, fëmijën e brëndshëm. Shiko se si del përpara teje. Je ti kur ke qenë i vogël. Kur ke qenë e vogël. Çfarë moshe ka? Po të del vetja jote e vogël. Shikoj. Shikoje si dashuri pa kusht. Dhe shiko si ky fëmijë, po të shikon me kuriozitet. Dhe pyet. Thua erdha, jam këtu për ty. Më trego çfarë nevoja shke. Më trego çfarë ke nevojë nga mua. Çfarë ke nevojë nga mua, më trego. E dëgjoj përgjigje. Fëmia i vogël mund të jetë i ndrojtur në fillim. Po siguroj, thuaj të siguroj. Të siguroj se jam këtu për ty. Të shoh. Të dua. Jam këtu për ty. Jam këtu për ty. Më trego çfarë ke nevojë. Çfarë ke nevojë nga unë. Më trego. E dëgjoj përgjigje. Fëmia i vogël mund t'rregoj se si ndihet. Mund t'rregoj se si e kanë bërë të ndihet.
Ndoshta ndihet i vetmuar, i braktisur, i sulmuar, i kritikuar, i fajsuar. Këto janë emocionet e vjetra që more vendimin të mos t'i ndjesh më. Po këto janë emocionet të vjetra që ky fëmijë i vogël i ka përjetuar dhe nuk di se si t'i largoj. Dhe tani po kërkon ndihmën tënde. Kërkon ndihmën tënde. Ka nevojë për ndihmë. Ka nevojë për ty. Ka nevojë për ty. Ka nevojë për dashurinë pa kusht. Ka nevojë për ty. Përqafoje fort. Përqafoje fort, vrapo tek ai fëmijë. Dhe përqafoje fort. Dhe thuaj të japun çdo gjë që ke nevojë. Çdo gjë që ke nevojë të japun. Nuk kam më sulme, nuk kam më kritika, të premtoj. Më vjen keq u vonov, më fal. Dua shumë. Faleminderit. Që je ky që je. Të dua pa fund. Të dua pa fund. Ka dashuri për ty. Ka pranim për ty. Është okej. Është okej. Nuk po I luftoj më këtë emocione. Nuk po I luftoj më. As ti mos I lufto më. Fëmijë I vogël. Mos I lufto më. Mos e lufto më veten. Mos e kritiko më veten. Mos e gjyko veten. Lufta mbaroj. Kritika mbaroj. Gjykimi mbaroj. Çdo gjë është mirë. Çdo gjë është mirë. Dhe si dashuri pa kusht, si një dashuri e madhe pa kusht, përqafoje këtë fëmijë të vogël. Dhe imagjino tani se të gjitha ato ndjenja, të gjitha ato emocione, ato emocione negative që ndjen te ky fëmijë I vogël, po shkrije, po ktheje në dritë. Unë ndjen të pranuar. Unë ndjen se ti e pe. Me pranove. Plotësisht. Pranove plotësisht veten ashtu si ti je. Dashuria. Dashuria që merr nuk varet nga ato emocione. Dashuria që merr nuk varet nga asnjë lloj vlere që të përcaktojnë të tjerët. Nga asnjë lloj vlere që ti mund t'i përcaktosh vetes. Sepse ti ke vlerë infinite. Ti ke vlerë pa fund. Ti ke vlerë sepse je krijuar nga burimi. Ke vlerë sepse je shpirt I pastër. Dhe je gjithmonë I mjaftueshëm. Dhe je gjithmonë I plot. Dhe je gjithmonë I lirë. Përqafoje fort të fëmijë. Dhe shikoje tani si ndjet I lehtësuar. Të emocione janë kthyer në dritë. Janë liruar, janë larguar, janë pastruar nga ky fëmijë I vogël. Shikoj,
Shikoje si të pastruar. Në çdo kohë, në çdo dimension, në çdo realitet. Është liruar në këtë emocion. Sepse nuk e gjykon më vetë, nuk e fajson më vetë, nuk e kritikon më vetë. E pranon plotësisht. Në dëshuri, pa kusht. E kuptoj që ka vlerë, pavarësisht gjithçkaj. Shikoj këto fëmijë të vogël tani si buzë qesh. Buzë qesh, i lumtur, e lumtur. Të falenderon. Të falenderon thellë dhe kthehet në dritë të pastër. Kthehet në dritë të pastër. Kthehet në dritë. Dhe depërton në zemrën tënde. Depërton në zemrën tënde, në trupin tënd. Dhe i gjithë trupi jot kthehet në dritë të pastër. I gjithë trupi jot kthehet në dritë të pastër. Dhe ti lëshohesh komplet në këtë dritë. Lëshohesh dhe ndjen zemrën tënde. Ndjen zemrën tënde të lirë, të lumtur. Ndjen zemrën tënde si hapet tani. Ndjen zemrën tënde si hapet e lehtësuar. Ndjen zemrën si hapet e çliruar. Në lumturi, në paqe, në gëzim, në shlirim të thellë. Ndjen zemrën tënde si hapet, petal pas petal, si një lulë që çel në pranverë. Ndjeje zemrën si hapet, petal pas petal, si një lule në pranverë. Ndjeje zemrën tënde, si zgjerohet, krahërori zgjerohet. Sa jetë ka brenda teje tani. Sa dëshuri ka kjo zemër. Dëshuria është brenda teje, jeta është brenda teje. Shërimi është brenda teje në zemër, shëndeti, liria është në zemër. Ndjeje. Ndjeje brenda në zemrën tënde. Shijoje si përhapet në gjithë trupin tënd. Një jetë e re, një dashuri e madhe, një ndjenjë falënderimi, mirënjohje përhapet në gjithë trupin tënd. Në çdo qelizë, të mbush gjithë trupin tënd. Një paqe, plotësimi i thellë. Sa jetë ka brenda teje. Sa liri ka tani brenda teje. Shijoj. Shijoj. Dhe ndjeje se kjo energji në zemër, po të ngre lart tani. Po të ngre lart e më lart. Është një energji e re brenda teje. Është një energji e re brenda teje, është dashuria. Dashuria e madhe pa kusht, po të ngre lart. Ndjeje një energji brenda teje, po të ngre lart. Po të ngre lart e më lart. Në një fuqi të re, në një forcë të re. Në trupi jot. Trupi jot tani po mirë pret, po pranon. Emocionet e reja. Ndjenjat e reja. Trupi është edhe më lart, po pranon tani. Po pranon shërimin, shëndetin,
Po pranon plotësinë, lumturinë, gëzimin. Wow. Trupi po pranon një jetë të re. Pranon dashurinë, po pranon falënderim. Trupi po pranon. Trupi po pranon. Po të beson. Trupi po të beson sërish. Ndjej. Trupi po të beson sërish. Tani nga dal. Kur ti jesh gati, mund të hapësh syt në një botë të re. Si një njeri, krejt njeri. Ngriu lartë tani. Si njeriri, një zemër të hapur. Një zemër të hapur. Shijoj këtë energji. Shijoj e thellë brenda ti dhe mbaj mend. Mbaj mend. Se në këtë jetë, ti je i lirë. Në këtë jetë je i lirë. Në këtë jetë je i plot. Në këtë jetë ke vlerë. Ke vlerë pa fund. Në këtë jetë je i bekuar, je i ngritur, je i lartësuar. Dhe asnjëherë, mos lejo botën të të tregoj se kush je. Mos lejo botën të të tregoj. Mos lejo as edhe një njeri që të shtyp është pjesë të vetes tënde. Mos lejo as edhe një gjë në këtë botë që ti të shtyp është pjesë nga vetja jote. Dhe çdo gjë që të ndodh në jetën tënde, qoftë të mirat e kësaj bote, shijoj të mirat e kësaj bote. Shijoj këtë jetë. Kjo jetë ka kaq shumë për të dhënë. Kjo jetë ka kaq shumë mrekulli. Kjo jetë, shijoj e ujin e freskët, shijoj e ajrin, shijoj e jetën. Shijoj diellin. Shijoj e pranverën dhe shijoj të gjitha stinët e kësaj jete. Shijoj edhe ato stinë që nuk na pëlqejnë, sepse ato janë sfidat që na ngrejnë. Shijoj edhe sfidat e jetës. Dhe mbaje mend, nëse vin ngjarje në jetën tënde, mbaje mend që jeta thjesht do të na ngrejë edhe më lart, do të na shkund pak më shumë. Që ne të tregojmë pak më shumë nga vetja jonë, të hapim zemrën pak më shumë, të shprehim edhe më shumë nga madhështia jonë dhe ju siguroj që nuk ekziston sfidë në këtë jetë që njeri nuk mund ta përballojë, nuk mund të ngrihet përtej saj. Sepse shpirti është i madh, zemra është e madhe, fuqia e secilit është e jashtëzakonshme. Dhe lejoje që çdo sfidë të hapë më shumë derën e zemrës tënde. Hape zemrën tënde, edhe më shumë. Sepse kjo tregon fuqinë e shpirtit. Dhe ke për të parë se çdo ngjarje do të ngrejë edhe më shumë. Çdo ngjarje në jetën tënde do shërbej si ai katalizatori që të ngrejë edhe më lart. Përdor çdo gjë në jetën tënde. Çdo ngjarje, çdo njeri që të sjell një emocion. Shëro vetë. Ktheje vëmendjen te vetja, ktheje të gjithë energjinë te vetja dhe shëro veten tënde. Ngri lart vetë. Lësho. Dhe do shikosh një jetë e re. Do nis për ty. Një krijim i ri do nis për ty. Prandaj ka ardhur koha
Ka ardhur koha që të shijojmë këtë jetë pak më shumë. Të shijojmë këtë jetë pak më shumë. Jeni të jashtëzakonshëm. Sonte ishte shumë e bukur. Sonte ishte diçka shumë e bukur. Po punojmë këto net bashk, po punojmë me instalimin e emocioneve të larta. Po instalojmë ndjenja të reja, sepse është një shprehje që kam shkruar kur e kemi shkruar me Marvinin tek libri Mjeshtri i liçenit pasqyr. Është një shprehje dhe thotë: gjëja më e vështirë në këtë jetë nuk është që të ndjejmë dhimbjen, sepse me atë jemi mësuar. Gjëja më e vështirë është të ndjejmë lumturinë dhe gëzimin. Dhe ka ardhur koha që ta përjetoni. Ka ardhur koha ta ndjeni lumturinë dhe gëzimin. Dhe kaq shumë njerëz, shumë njerëz, shumë prej jush kanë filluar të hapin zemrën, dhe duke hapur zemrën, keni filluar të shëroni trupin, të transformoni jetën, të shëroni familjen, të ngrini jo vetëm veten, por çdo njeri tjetër rreth rrotull jush. Dhe po transformojmë botën, po transformuar veten të gjithë ne së bashku si komunitet. Po ndryshojmë. Po transformojmë botën. Dhe nga zemra do përjetoni një botë komplet ndryshe. Jetën do e shikoni me filtra të tjerë, me syze të reja. Ose do i hiqni fare syzet. Do e shikoni botën dhe jetën për mrekullinë që është. Për çdo gjë që na ofron. Është fantastik. Është fantastik. Çdo herë që mblidhemi bashkë, zbulojmë diçka komplet të re. Një krijim të ri. Dhe ky është dhe misioni im dhe i Marvinit. Hapja e zemrës, lidhja me veten më të lartë. Dhe nesër që do mblidhemi, do ngrihemi në një frekuencë të re. Do ngrihemi në një energji të re. Nesër do flasim për lidhjen me veten tonë të vërtet. Kush është vetja jonë e vërtet? Si të lidhemi me të? Pra suprakoshënca. Ajo që kemi realizuar në retrite dhe në evente të ndryshme është se personat kanë arritur val gama të trurit, të zgjatura në kohë, me amplitudë të lartë, të rregullta, truri harmonizuar komplet. Dhe janë çliruar nga lëndimet, nga shumë gjëra, nga e kaluara. Janë lidhur me veten e tyre më të lartë, janë lidhur me suprakoshëncën. Pra suprakoshënca është vetja jote më e lartë, ajo pjesë e vetes tënde që ka fuqi, ka kurajo, ka guxim, është ajo pjesë e vetes tënde. Imagjino të mos jesh lënduar kur, imagjino të jesh, të kesh qenë gjithmonë në fuqinë tënde, në forcën tënde, të lindësh sërish si një foshnjë. Komplet i lirë, komplet i pastër. Dhe vetja jote më e lartë ka cilësitë më të larta, ka karakteristikat më të larta. Vetja jote më e lartë është krijimi dhe vizioni që burimi ka për ty. Që inteligjenca infinite, vizioni më i lartë që ti mund të ekzistosh. Imagjino potencialin tënd plotësisht të çliruar. Çfarë mund të arrish në këtë botë? Gjithmonë kjo botë na vendos vellë, na vendos iluzione dhe na gënjen për gjëra që mund të arrijmë. Na gënjen për gjëra që mund të jemi. Dhe shumë njerëz nuk e njohin veten e tyre. Po të njohësh veten është pikërisht kur të bën këtë punë. Keni filluar të njihni emocionet tuaja, po njihni strukturat, ato paternat, ato ngjarjet që ju ndodhin, po kuptoni veten, reagimet. Të njohësh veten, do të thotë të fillosh të hapësh zemrën, të veprosh nga zemra, të mos ta mbyllësh për asnjë arsye, për asnjë person,
të zgjedhësh, të duash vetën. Dhe ajo që ndodh, është dhe lidhesh pastaj me veten tënde më të lartë. Lidhesh me veten tënde më të lartë. Dhe ajo që ndodh janë mrekulli. Ka mrekulli mes nesh. Ka mrekulli mes nesh. Dhe gjë më e bukur faktikisht, që mua më gëzon pa fund, është kur lexoj raste pa fund shërimësh. Janë shëruar nga gjendje nga më të ndryshmet. Tinitusi ishte një rast që nxorra sot. Po kemi raste që janë shëruar nga sëmundje të rënda, nga sëmundje të pashërueshme, nga sëmundje neurodegenerative, nga skleroza multiple, nga diabeti, nga tiroidja, depresion janë shëruar, janë çliruar komplet. Dhe këto janë raste të cilat na mbushin me shpresë, na mbushin me gëzim. Në ritritin e fundit, një grua në karrocë, që ishte në karrocë me rrota, kishte vite në karrocë me rrota, u ngrit. Dhe ne pam mrekulli. Dhe ne do shikojmë mrekulli sërish në ritritin e radhë, do shohim, do ketë mrekulli. Ka mrekulli, njerëzit aty mblidhen sepse te i kalojnë, shkojnë në zemër. Aty njerëzit mblidhen, shkojnë në zemër. Dhe bëjnë të pamundur. Dhe i tregojnë kësaj bote. Se të gjitha gjërat, tregojnë gjithë njerëzve. Se të gjitha gjërat që na kanë thënë se janë të pamundura, janë të mundura. Dhe ata janë njerëz të jashtëzakonshëm, që vendosin të shkojnë për te dhimbjes, të hapin zemrën, të aktivizojnë shpirtin, të lirojnë, që të çlirojnë fuqinë brenda tyre, energjinë brenda tyre krijuese. Dhe shohin se një mundësi të re, shohin potenciale të reja, shohin mundësi të reja, gjithçka që na është treguar se nuk është e mundur. Ai grup njerëzish e realizon. Pa fund sëmundjet që quhen nga mjekësia, quhen të pashërueshme, i kanë shëruar. Kanë çliruar veten. Dhe na kanë treguar se kjo botë, ashtu si na përshkruhet, nuk është e vërtetë. Po ka mrekulli pas saj. Ka shumë mrekulli pas kësaj. Historia, si është shkruar, historia siç është shkruar, nuk është plotësisht e vërteta. Ne jemi më të jashtëzakonshëm dhe shumë herë më të fuqishëm se ç'mund të kenë treguar. Dhe kjo është fuqia e gjithë komunitetit tonë, sepse ju jeni ju që kur e bëni këtë punë, tregoni se sa mrekulli mund të sillni në këtë botë. Se sa magji mund të bëni në këtë botë. Sepse kjo botë, magjia e kësaj bote, është infinite. Mrekullit që mund të ndodhin janë pa fund. Dhe ne tregojmë se e pamundura bëhet e mundur. Dhe jo thjesht me raste manifestimesh, jo thjesht kur njerëzit thjesht manifestojnë apo krijojnë diçka, por kur bëjnë të pamundur. Kur ne themi, wow, si ka mundësi. Si ka mundësi që ndodhi kjo. Dhe aty e sheh se jeni krijues. Jeni të gjithë krijues. Dhe ne tregojmë sa herë që mblidhemi bashkë. Dhe do tregojmë sërish. Dhe në këto live, keni për të përjetuar gjithashtu mrekulli. Keni për të liruar shumë nga vetja. Keni për të manifestuar një jetë të re, një jetë të re. Fillim i ri nis me këto sfida. Do vazhdoj gjithmonë. Dhe në retreat kanë për të ndodhur mrekulli. Është si libri Guinness. Retreatet tona janë bërë si Guinness, që çdo herë për ndodhin gjëra të jashtëzakonshme. Çdo herë na habisin, na mrekullojnë. Dhe kjo është gëzimi më i madh. Mezi pres çdo moment bashkë me ju. Sepse thyejmë barierat që na kanë vendosur. Dhe tregojmë që nuk ka barriera.
Nuk ka, nuk ekzistojnë. Prandaj, do të takojmë sërish nesër. Nesër do kemi prap një meditim për të rritur energjinë, për të rritur frekuencën dhe për të lidhur me veten tonë të vërtet. Nesër do flasim për veten tonë të vërtet. Faleminderit të gjithëve që po i tregoni vetes dhe gjithë botës se e pamundura nuk ekziston. Po është e mundur plotësisht. Dhe mrekullia bëhet e zakonshmja jonë. Bëhet ajo që ne përjetojmë çdo ditë, sërish dhe sërish. Ju përqafoj fort dhe bashk do shihemi sërish nesër. Natën e mirë. Natën e mirë. Jeni të jashtëzakonshëm. Më tregoni pastaj se si e përjetuat meditimin. Ju puth.